Bëhuni gati të zgjoheni më herët, ja kur do të lëvizim akrepat e orës. Si gjithmonë, akrepa do të pësojnë një ndryshim në muajin mars, ora verore do të kthehet së shpejti, gjatë natës mes së shtunës 29 mars dhe së dielës 30 mars do të rikthehet ora legale. Në orën 2 të mëngjesit të së dielës 30 mars, akrepat e orës do të zhvendosen një orë përpara, si dhe të gjitha oraret digjitale dhe nuk do të rikthehen pas deri më 26 tetor. Ora verore do të qëndrojë në fuqi deri më tetor 2026. Ndryshimi i orës kryhet natën sepse zakonisht në mes të natës transporti kryen më pak udhëtime. Pra nga e diela do të mund të përfitohet një orë shtesë drite dhe do të ketë avantazhe në konsumin e energjisë elektrike, të cilat janë edhe më të rëndësishme, duke pasur parasysh periudhën e vështirë që po përballemi. Ka të ngjarë që trupit ton t'i duhen disa ditë për t'u përshtatur me ndryshimin e kohës për shkak të orës biologjike të lidhur me ritmet cirkadiane. Po ju si mendoni, a duhet të ndryshoj ora çdo vit në këtë mënyrë? Lini komentin tuaj më poshtë.